Masi se babën ma kanë vra, një vit masi e vran babën, ishte 28, në më thonë, na u mledhem gjithë, po ishim të mangët, sepse kryefamiljarin se kishim. Po me gjithat e nona ka qenë shumë burnore dhe ajo ka hyje, i ka marrë, se s'kisht tjetër mundësi tjetër, e kishte prej një pulje, kishte skuqe dhe kishte pru dhall, ajran, si me thonë tash, edhe na qiti për para djathë kosë dhe qatë pulje dhe u knaqem, sepse me gjithë se ishim prekur kështu emocionalisht për shkak të... Mirë, po festën nuk e lamonash, e festum, balzum, kënum, u knaqem, erdhen disa gjallar, erdhen disa miq aty shok të kujshive kështu, dhe kalum një natë shumë madhështore, shumë të mirë. Edhe se cilën herë kur kemi pas fest, dhe më thonë, njeriu ndihet në ryshe. Mandej, më duhet ta kujtoj para 2 viteve kam qenë në Gjermani, për festin 28 nëndorit e ftume, për shoqatës Saliçeku, edhe kom kalu jashtëzakonisht mirë. Ma kanë bo një pritje, tamam si unë po thëmë tash këtë moshë që kam shtë tamam si një nane gjithë shqiptare. Më kanë pritë aq mirë, aq tamel, aq tafërt, aq gazmor, aq pozitivitet, sa që nuk e harroj kur. Po mbi gjitha, tash me kalimin e viteve, a ka humbë kjo dëshira për ta festuar si fest 28 nëntorin, a është zbehur, sidomos tek trinjtë e trejat, apo vazhdon tjetë e njëjta dëshirë? Po s'kisha mujt me thonë që është zbeje, sepse ai që ka gjak shqiptari, nuk besoj që e kalon qashtu pa ndonjë emocion, ose pa qenë diku bashkë, ose nuk, se di, s'mundet dikush me mbinë që mundet me ndodhë shqiptari me qenë diku dhe mës me festu. Me gjithate, mund të ketë, të atërit tash janë ndryshe. Tash po shohim, sidomos familjet moderne, kështu po i quajon, po shohim që po i shfrytëzojnë, sidomos kur është një fest e cila lidhet me vikendin, po i marrin familjet e tyre dhe po shkojnë ose në Bregdet, ose në ndonjë vend tjetër. Si që po ndodhë për Bajram. Edhe për Bajram, po, kryesisht për këto festat ku ka mundësi me lidhë. Po nështë me ndojnë me dalë dikun, mu relaksu edhe me qenë, po prapë që ajo festi i tërhjek, se nuk besoj që edhe atje ku shkojnë, kalojnë pa diskutu, pa festu, s'po ma mërë menje, që nuk po besoj që mundet me ndodhë shqiptari me qenë dikon, pa marësisht ku është, pa bile një të gëzuar për qatë nuk besoj që... Kemi pas edhe një gazetare e mbajment, po nuk jam e sigur në që se ka qenë në vitin e kaluar, dhe ka qenë në Sheshin e Vlorës, një tjetër ka qenë në Tiranë, në disa vende në Shqipëri, dhe kemi pas sheshet e zbrazura. Edhe kur them të zbrazura, ndoshta a ka gjetë 1 apo 2 persona për t'i marrë intervista dhe për t'i thonë disa fjalë sa i përket festës. Ka qenë për të ardhur keq, në fakt. Po, unë nuk e kisha marrë festimin e festës me dalë në rrugë. Po. Me dalë në për... A del njeri për qef, për dëshirë. Nuk është ndalume me dalë. Po. Po, unë menoj që festen e ndjejnë ma mirë nështë në rrethin familjar, në shtëpi, mrena për mrena, se unë e quj fest të shajt, si e shajt që është familja, edhe besoj për ata njerës nështë ka nejtë mrena ose kanë shku dikun, po me gjithate besoj që nuk ka qenë e zbrazin e njerës dhe s'ka pas në shesh, po arsyte, unë e menoj që ata kanë qenë për familjet e tyre, ose kanë shku dikun në një vikend, kështu... Po, atë lidhjen që e bëra pak më herët. Kanë arë për Shqipënia në Kosovë me përjetu edhe me festu këto, Kosovës kanë shku atje me festu se omet tash kjo Kosovë, Shqipëni, bëllë, inshallah shpejt buëm bashke, nuk përmenet një... A e dëshiron